fjalët e urta të gjuhës shqipe mund të përmendim edhe që shumë pra asgjë, sepse në thelb çfarë ndodhi dhe çfarë u diskutua në këto 24 orë nuk ka asnjë lloj vlere, sepse në 23 maj demokratët, ata pak demokratë ndoshta që kanë mbetur stoik dhe vijojnë të ndjekin në linjën zyrtare të selisë drejtuar nga Sali Berisha, do të shkojnë në datën 23 maj për të votuar dhe për të konfirmuar Sali Berishën, se do jenë 100%, do jenë 90%, do jenë 80% pak rëndësi ka. Se do jenë të 70.000 antarë, do jenë 30.000, do jenë 20.000 apo 5.000, 10.000, nuk ka rëndësi fare numri. Në këtë histori, shifrat nuk kanë rëndësi sepse i gjithë mënyra se si u përgatit procesi, por edhe ajo se si ne erdhëm deri në këtë pikë, Partia Demokratike më shumë ka humbur se sa ka fituar. Pse e them këtë? E them këtë sepse në situatën kur një parti opozitare, siç është Partia Demokratike që është për mandatin e 4 rresht në opozit, largon dhe stigmatizon çdo zë kundër dhe çdo zë kritik ndaj leadershipit të partisë, gjëra të mira nuk mund të ketë për këtë parti. Qofsha i gabuar, por të paktën këtë na ka treguar eksperienca dhe këtë na thot teoria studimeve politike, të paktën aq sa unë kam lexuar. Dhe vetë sjellja që Partia Demokratike bëri që në fillim e vetë përjashtoi Ervin Saliani, pastaj përjashtoi Alessia Balliun, pastaj nuk e njohu fare si antar Evi Kokalarin, pastaj 2 kandidaturat që u prezantuan dje thanë, ok, këta janë antar, po nuk janë aq të njohur dhe nuk janë aq në nivel sa ti kemi përballë Sali Berishës, është një po themi e gjitha një proces qesharak që e bën Partinë Demokratike të humbas akoma më shumë pikë nga ç'mund duhet fitonte në fakt, sepse fundja është Partia Demokratike dhe pse mos ta bënte një proces të brendshëm demokratik, një vit përpara zgjedhjeve lokale. Kjo është pikë pyetja që ngrem të gjithë. Mendojnë që është produkt i Berishës kjo që ndodhi, apo zoti Berisha e ka deleguar këtë proces dhe atyre të cilëve u ka deleguar e kanë bërë në mënyrën që dinat ata bëjnë? Unë mendoj se ka pak rëndësi kjo, për hir të vërtetës që e bën vetë Berisha apo e ka bërë dikush tjetër me delegim të Berishës. Në fund ditës, përgjegjësinë do duhet ta mbajë Sali Berisha. Se është Flamur Noka aty, sekretari i përgjithshëm që ekzekuton këtë lloj qasje të Sali Berishës, apo se mund të ishte dikush tjetër, kjo ka pak rëndësi. Për mua, si përgjegjësinë për humbjen apo për proceset e brendshme, sikur fitohet, sikur humbet e merr kryetari, por është kapiteni ai që në fund ditës njihet dhe pranohet. E kuptoj. Kështu që nuk dua të mbetem shumë keq se kthehemi tek ato historitë e komunizmit që e bëri Mehmeti me kokën e vet dhe nuk pyeti Enverin ose Enveri nuk pyeti Mehmetin kur e bëri këtë gjë. Çuditërisht po kthehen ato historisë edhe në palën tjetër më kujton ato historitë me Liri Gegën, Liri Belishovën, dy zonja të ndjera që u ekzekutuan nga Partia Socialiste. Gjithsesi ndalemi këtu duke e tejkaluar momentin e kryetarit sepse dihet që 23 maj zoti Berisha do të rikonfirmojë. Thjesht një vot besim. Në fakt me interes, unë kam një kuriozitet për 30 majin që është kuvendi i Partisë Demokratike. Atje ku do të ndryshoj manifesti i kësaj partie, manuali drejtues i kësaj partie dhe çfarë pritet nga ky kuvend?